E kom vrejt e vreje, kjo ka me qenë vazhdimësi edhe di që së ndalet, veç për shkëm të bodhë ma egrë. Vete që kjo klapa është plak, gëgja shumë edhe duket s'pi funksionon shumë mirë. Jo, nuk, a di qysh ka njerë që thojnë rrit vrej se zotis tu pak hek, po prap dalë në si përfaqe. Do më thonë prap funksionan, është pak me vështërsi, sepse na jemi një popull, ka njerë thëmë jemi popull shumë i mirë, po jemi pak naiv. Që ta ma herët, unë këta vishë s'muj me kuptu të kolegë, të artista që ta në qose do kush bukur, ose në qose ki, se cilë e ka një stil të vetën dhe një imash të vetën, gjithë që ta ka falë në shnatyra, po të e kryon në branda jetës stilin e qka do tjetër që ki në profesion, është e pa akseptueshme për mu në qoftë unë ndaloj një DJ apo një artist teme, gjë që ndodhë. Mirë po në një treg të vogël konkurenca bëhet shumë e madhe. Ama ndëgjo, unë e thom ka njerë, është një gjelozi, duhet me pas, po jo gjelozi të smut. Të mëndon të na kanë kalu në atë fazën që ka njerë thom që çdo artist, aktor, apo çka do që tjetë, po artistat sidomos mendoj që duhet me pas ka nevoj për një neuropsikiatër. Qëfar deklarat. Me të vërtet, mu, unë po thëmë, nuk po du me i përmend me embra, po si më përgjithsi, thëmë që janë shumë të... Iksum është pas suksesit, pas vëmendjes. Një imash, fama... Ose psikolog, marë nuk është. Jo, psikolog më do këtë ma e thjesht, ma neuropsikiatër është pak ma... Po shumë eron, ajo rast ma eron. Rast iron. Adi, mos të egzagerohet kjo, po, kjo egziston, po egziston hala, po të... Që t'ja pikën? Jo, mirë është mës me undale dhe ka njerë thëmë që mës me indëgju shumë, ose mës me umarë me të tjere, sepse është pak e lodhshme me umarë me kolegët e tu dhe që ta ma herët të ndalojnë. Po, disa herë une e kom pa vetën që jam e ndalume edhe e stopume prej kolegëve të mi, po prap me të ndrejtë me shumë sportivitet e kom marë, sepse kom di që unë nuk mëj me bu kur gjatë, Abdin. Edhe kjecë për para, kështu që... Pa tjetër, edhe nuk është që e mdalë edhe nuk me ndoj me undalë. Klope, Po du me kalu pak edhe të Ardita. Sot si shoqërin jemi shumë ma të hapër, po, a do të thot kjo që jemi bo shumë ma të zhurmë shumë? Po. A të pengon kjo zhurma që eksiston, sidomos në botën virtuale? Shumë. Katastrofë. Po dhe vetë ki ndryshu se ti dikur ke qenë aktore ndrojtur, sot po del po fol. Po ma gjallë, ma. Qysh ma mirë, po mdo këtu trem që ta Ardita, po jo, nuk po flet. Ose që të që më Ardit të misafert në studion tonë ndrojnë shumë. Ja, shumë mirë, po njëna perfekt. Vesh për generata me fulma diçka? Okej. Për para, jemi taku ball për ball. Jo me scene dhe typing, që është tash. Për para kemi pas, kur e ke desh, dikon e ke dash në zemër. Tash, do me thonë, janë krejt me fake. Foto kemi pas me rezidjelit, jo me filtera. Edhe njerëzit kanë qenë ma dashur, kemi pas lojra ndryshme si fmi, ta çdo fmi eshe me telefon edhe triturit, adiktit jëmë bo me këto gjana. Kështu që është dalim shumë i madhë, nështë ta kemi pas jetër ma të fështirë, po kemi qenë shumë ma mirë që kemi pas qashtu. Qka do të ktheje dikur nga jeta jote që sot mu nuk ekziston? Vetura që ka shumë, ta shte edhe fështirë edhe për fmit, se s'kan ku me lujt, se ka shumë vetura, pastërti ka pas ma shumë, këto lojrat që kemi pas, lojra ndryshme, nashta e dini dhe jo, atë që atu i kësha këthy, po sidomos makina që ka shumë garkes, shumë shtëpiza pa plan, banesa pa plan, shumë garkes e madhe u po. Folëm pak të këngëtar, ta ka blokada, po të aktorët?